drejtësisë së ujit nga Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin tonë Xhungël këtu në televizionin Apollon. Përpara se të nisë në emisionin, doja të kërkoja ndjes për gjithë teleshikuesit e televizionit Apollon për këtë vonesë të cilin na pengoi më saktë i dham një hapësirë kohore 20 vjeçare studente në Vlorë, Marsilda Gjindole, e cila po vuan aktualisht me probleme shëndetësore dhe kërkon një ndihmë nga të gjithë komuniteti, atë ndihmë që nuk e ka patur prej shtetit për të kuruar sëmundjen e saj tepër të vështirë. Pra një transplant në Mëlçi. Me njëherë pa humbur kohë do të thyem pak kornizat e emisionit që kemi përcaktuar të emisionit Xhungël dhe do të nisim me njëherë me të ftuarit tanë për shkak të kohës së kufizuar. Dhe aktualisht tema e sotme është se sa të përkrahur ndihen shtetasit e huaj dhe kryesisht biznesmenët e huaj në Shqipëri. Dhe konkretisht do të specifikojmë me një rast, pra me një shtetas italian, biznesmen italian i cili ka ngritur aktivitetin këtu në Fier, në qarkun e Fierit dhe kryesisht në Lushnjë, duhet të thonë, në kolonjë të Lushnjës, duke ngritur një biznes të vetin, një lokal luksoz. Por problemet e tij janë të shumta dhe kryesisht duhet të specifikojmë vetë të ftuarit tanë në studio ditën e sotme. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Atëherë le të prezantojmë edhe emrat e tyre për teleshikuesit tanë që na ndjekin këto momente. Kemi të ftuar në studio të dashur teleshikues Santo Malaspina, Marcela Kaja, Bashortja, apo ju bashkëjetoni, me sa bizetuam. Pra këta do të jenë dy të ftuarit tanë për emisionin Xhungël ditën e sotme. Ndërkohë që unë do t'i lutesha regjist për të hedhur disa plane nga një ngjarje që ka ndodhur dje pikërisht në lokalin luksoz të biznesmenit italian Santo Malaspina, ku persona ende të pa identifikuar për policisë i ka vënë zjarri makinës së tij Jeep Land Rover që i ka kushtuar 37.000 euro. Do të thoshja një CV të shkurtër se kush është Santo Malaspina. Malaspina ka lindur në fshatin Montebello Ionico në jug të Italisë, ka vazhduar aktivitetin e tij në Milano, pasi ka konvertuar bizneset e tij që ka patur në Itali në vlerë monetare, është kthyer në Shqipëri. Kthimi në Shqipëri e ka bërë pasi është njohur para 6 vjetësh me shqiptare nga kolonja e Lushnjës, Marcela Kaja. Bashkëtojnë, ka një fëmijë, ka një vajzë 2 vjeçe. Ka hequr shumë peripeci për ndërtimin e lokalit luksoz që ka tek kthesa e Bubullimës, pasi ka marrë lejen konform ligjeve të shtetit shqiptar dhe filloi ndërtimet, pati pengesa sorollatje, arriti dhe zhvilloi një protestë, një grevurie për 7 ditë. Megjithse pasi i zgjidhi këto, filluan të ecin punët mirë, pikërisht kur ai hapi lokalet dhe të fillonte aktivitetin e tij. Santo Malaspina përsëri hasi në sorollatje dhe në burokracinë e autoriteteve dhe të administratës shqiptare. Pikërisht për këto sorollatje ne do të flasim sot në këtë emision. Atëherë, pa humbur kohë, pyetja ime e parë ishte thjesht si u lindi ideja për të ngritur një biznes këtu në Shqipëri? La prima domanda per me, invece, senza perdere tempo, come è stata l'idea di investire qua in Albania? Falenderi per avermi dato questa possibilità di essere qui stasera. Ju falenderoj për që më dhat një mundësi për të qenë sot. Io 4 anni fa sono venuto in Albania insieme alla mia compagna, che oggi ancora non è mia moglie. 4 vjet më parë kam ardhur këtu në Shqipëri me gjithë gruan time që në fakt me fjalë nuk akoma nuk jemi martuar. Per conoscere la sua famiglia. Për të njohur familjen e saj. Quando ho visto la situazione Kur pash situatën që ndodheshin della famiglia di mia moglie, che oggi è anche la mia famiglia. Të familjes së gruas time që sot është dhe familja ime, më fal. Siccome i problemi della mia famiglia me li risolvo io, non aspetto che mi risolva lo Stato italiano, quello albanese. Me qenë se problemet e familjes time i zgjithun, thot, dhe jo shteti italian apo ai shqiptar. Mi sono trasferito qui in Albania per dare un lavoro e una casa a mia moglie e alla famiglia di mia moglie. U transferova në Shqipëri për t'i dhënë një punë dhe një mbështetje
gruas dhe familjes time. Che i stati passati, lo Stato albanese, il comunismo, ha lasciato nell'ignoranza e nella miseria. Që shteti më parshëm dhe komunizmi i kalon në ignorancë dhe Mizerie. Flas me hapun. Adesso andiamo sul concreto, se no vogliamo dei giorni. Tani do të shkojmë në gjërat konkrete se nëse vazhdojmë kështu në Po, ditë. unë desh të ndërhyja pak për ta ndezur çik atmosferën e bisedës edhe në studio bën pak ftohtë, më thënë drejtën. Per riscaldare un po' l'atmosfera, dice vorrei cominciare. Para se të futemi në ato probleme dhe pengesat që ju keni hasur si biznesmen në Shqipëri, atje ku keni bërë ndërtimin në kolonjë të Lushjes, desh të pyesja pak mbështetja e parë ka qenë bashkëshortja juaj, po themi Marcela. Si ka qenë, çfarë mbështetje patët nga rrjeti ose nga miqësia e Marcelës? Sepse një italian që vinë nuk e njihte mirë realitetin, pra si ka qenë kjo atmosferë, edhe pasi të futemi në temën e sedës. Prima di investire dice come è stato il tuo la situata prima di investire con i familiari di tua moglie, dice, o della gente che ti circondava? Benissimo. Il popolo albanese e la famiglia di mia moglie mi ha accolto a braccia aperte. Populli shqiptar dhe familja e gruas time, njerëzit thot më kanë pritur me krah të hapur shumë mirë. Io ho avuto Atëherë, le të flasim më konkretisht. Juve hapët një lokal luksoz. E mbyllët atë, e nxorët në shitje. Pastaj e datë me qera dhe e mbyllët përsëri. E morët përsëri dhe përsëri e mbyllët. Pse ndodhi kjo? Voi avete costruito un locale lussuoso, Sì. dice, l'avete messo in funzione, poi l'avete dato in affitto e ancora è chiuso. Come mai, perché tutta questa cosa? Fa piacere che ho fatto questa domanda, anche perché ero l'unico dei giornalisti che ha conoscenza. Mhm. Vai. Il 16 dicembre dell'anno scorso io ho mandato una lettera di denuncia al primo ministro della Shqipëria. Në 16 dhjetor të vitit kaluar, unë i kam dërguar një letër, thot kryeministrit shqiptar dhe ambasadës. Sigurisht edhe një Che ancora tutt'oggi nessuna risposta. Dhe sot nuk kam marrë akoma një përgjigje të kësaj letre. Per denunciare perché questa scelta di chiudere e cercare di vendere Për të denoncuar gjithçka atë që ka ndodhur që ka sjellë në mbylljen e lokalit. Kush janë këto? Chi sono queste cose, dice, per... Allora, mi hanno dato l'acqua nel mese fine luglio. Më kam prerë ujin, thot në fund të korrikut. Dopo aver pagato tutti gli oneri che per legge spettano allo Stato albanese. Pasi kam paguar të gjithë taksat dhe përqindjet që i takojnë për ligj shtetit shqiptar. In più ho fatto 500.000 lek di investimento di tubazione, scavo e tutta la corrente per attaccarmi a un acquedotto pubblico donato da uno Stato straniero di un valore di 700.000 euro. Plus kam bërë një investim di 500.000 lekë që jam lidhur me një ujësjellës të një fshati, të cilën e kanë dënuar, e kanë investuar me fjalë të huajt për këtë ndërtimin e ujësjellësit. Mi hanno tolto l'acqua perché volevano 3.000 euro, come dite voi, di gioco, noi diciamo tangente. Dhe ma përren ujin thot dhe më kanë kërkuar 3.000 euro për Zë, Marcela, më falë, sekond. Ju keni hapur një lokal tepër luksoz, që të funksionojë ai lokal, ne të gjithë kemi frekuentuar nga në rasti, edhe sinqerisht na bëhet qefi që ka një investim të tillë në afër një rrugë nacionale. Më konkretisht, përmendët faktorin ujë. Është një pengesë sepse pa ujë aty nuk mund të funksionojnë shërbimet. Cilët janë emrat konkret
që u pengojnë ose u ka kërkuar rishfet në këtë për këtë problem. Të flasim më konkretisht. È un fattore, ci sono altri. No, dice, questo è un bel investimento, dice che anche a noi fa piacere andare, uscire, andare a un bel caffè, no? Cioè, Cili è është sempre ky una ka cosa kërkuar bella per noi. lek për të lëshuar Il këtë fattore kontraktën è e l'acqua di ujit. questa cosa. Quali sono i nomi che ti hanno appunto chiesto dei giovani come... persone. Il sindaco di Bugolino tramite il suo addetto responsabile all'acquedotto. Il sindaco di Bugolino, un certo Todi. Bet fjalë për Kryetari komunën e e Bubullinës, Kryetari i Bubullinës, i komunës Bubullinë, kryetari apo sekretari? Jo, drejt për drejt, Po, ndërmjet njerëzve. nëpërmjet njerëzve, Po. di që më kanë thënë se Cilat janë arsyet që ai e pengon këtë gjë? A ka arsye domethënë të cilat e quali sono le ragioni che lui ha per tagliare questa acqua, secondo le carte, no? Lui dice che questo qui è un acquedotto privato che questa nazione che ha donato la Cipria al popolo albanese è di proprietà privata, gestito da un'associazione privata, per me è un'associazione a delinquere. Preteksti që ata nxirrin thot për prerjen e ujit është se ajo është një ujësjellës privat, të cilët e administrojnë vetë njerëzit e fshatit dhe kanë caktuar 4 veta, kështu që nuk varet nga asnjë njeri që ndodhet në zyra apo Ju vetë keni komunikuar me banorët e fshatit të Bubullinës? Voi personalmente avete comunicato con i cittadini di Bubulin, dice? I cittadini? Di Bubulin per l'acqua? Sì, ho comunicato a mia moglie e direttamente il mio sindaco di Cologno. E lui proprio non ci sente. Dice per i cittadini perché sono quelli che lo amministrano. Që vërtet secondo janë il pengesë sindaco. domethënë banorët apo janë disa burokracie? Non è vero. È lui che gestisce il tutto. Lui personalmente con 2, 3, 4 suoi fidatissimi. Pra ka qenë është vetëm një person i cili i bën pengesën dhe Është ai që e administron që kanë pranë përgjegjësinë thot për këtë ujësjellës, edhe pse në pamje të parë me fjalë thonë që janë vetë njerëzit e fshatit që e administrojnë dhe kanë kujdesin e tyre. Tant'è vero che quando ha dato in affitto gli hanno attaccato l'acqua per un mese e dopo Me që jemi këtu, zonja Marcela, më falë mirë, ta vazhdoj të bëj, me që jemi këtu te komuna Bubullim. Ne dim të gjithë, së bashku që jemi këtu në studio, që autoritetet vendore e kanë detyrim ligjor të mbështesin biznesin. Ta përkrajnë biznesin, qoftë biznesin e vogël, të madh apo të mesëm. Atëherë, Jo, e kisha pyetje konkrete për kthehen çik zotit Spina, shumë shkurt. Nëse është e mundur mund të përgjigjem dhe unë meqense jam marrë vetë. Po tamam, edhe ju mund të përgjigjeni për këtë. Si është kjo mbështetje, si u kanë pritur ata? Atëherë, unë jam deshur me disa, jo vetëm me një person për problemin e ujit, drejtorit të ujësjellësit të gjithë fshatrave që është aty me fjalë, dhe thot tani për tani projekti është brenda banimit të fshatit apo të qytetit. Me fjalë, projekti për tani nuk është për periferi, kështu që ne nuk e kemi për detyrë që t'ju asillemi ujin deri atje. Me fjalë, atje ku është mundësia që është lidhur, thotë që uji është në varësi të fshatit, që nuk ta lën ujin që ta lidhësh. Atëherë, unë i kam thënë, ku mund drejtojmë për ujin, se unë kam hedhur, me fjalë kam investuar 1 miliard lek, dhe ku mund ta kërkojnë ujin, se ajo është pa ujin është asnjë gjë. Thjesht do gjej mundësinë më të afërt, por duke na sërrollatur sa ndaj këtej, me fjalë. Kur unë kam shtruar tubat, më kanë bërë për të shtruar tubat deri në atë vend atje që është uji, është ujësjellësi është bërë tani me fjalë është i ri. Atëherë, ata gjej mundësinë dhe thonë lidhuni me një fshat tjetër. Atëherë unë do të heq tubat që janë deti vëktej. Pse? Janë gjëra që nuk e di me fjalë pse ne ndodhemi në këtë gjë. Problemet e tyre nuk arrit ta kuptoj se nga duhet ta marrim ujin ne, që kemi firmosur, kemi dhënë përqindjen për ujin, për dritat, me fjalë edhe nuk kemi nga drejtojmë për ujin. Se të gjithë thonë që nuk është në detyrimin tonë të asillim ujin. Meqense dolet pikërisht dhe tek energjia elektrike.
Unë shikoj këtu që biznesmeni italian Sandro Malespina ka shumë fatura të energjisë elektrike dhe më habit fakti, ndërkohë kamera mund të fokusoj këtu faturat të energjisë elektrike, ku thuhet shuma 1.600.000 lekë të vjetra plus disa ato qendarga nga pas, tjetra thot 1.400.000 lekë e disa qendarga nga pas për një muaj. Këto fatura janë paguar me sa shikojnë, janë të firmosura, të vullosura, nga personat që i mbledhin këto shumë lekësh. Atëherë, si që kjo punë, se ju faktikisht jeni dhe pa energie elektrike. Questi sono i documenti mandati falsi per il contratto, per cercarsi i soldi. Kontrata. Kontrata është, mund të përgjigjem. Kontrata është për me keshin, me fjalë është për rreth 4 milione gjysmë për lidhjen me dritat. Sahati është sjell po nga ata, kabina është private. Dhe faturat që janë paguar gjatë muajve të parë kanë qenë si 200-300.000 lekë, 100, sipas argjimit të energjisë. Dhe gjithmonë kemi pas më shumë energji elektrike se sa muajt e Questo è un fundit. segno fatto dall'ingegnere del cash che ruba i pali, i trasformatori. Elken Kolleshi, thënë. Po, Është paguar shuma e paguar për kontratën 450.000 lekë. dhe për gjithë materialet që Të reja, duheshin domethënë 4 milioni gjysmë Katër lekë. Ruba milioni il trasformatore al cash, che il cash deve mettere all'utente, i pali e la linea e si fa pagare dall'utente. Non solamente a me, anche agli utenti albanesi. Çfarë thonë? Gjitha këto materiale paguhen nga vetë personi që do ta lidhi Po. drita thot, por Ndërkohë që janë paguar nga juve. janë paguar nga ne, po nuk ka një faturë të saktë, për shembull që këto kanë dalë nga keshi, janë ai e ka çekun me fjalë si thon asenjon italisht, po nuk kanë një faturë të saktë nga keshi që kanë dalë nga keshi këto. Ka dalë nga Po. një institucion. Plus që me fjalë ne jemi në zonën e kolonjës, ishim të lidhur me kolonjën, tani kolonja ka drita, ne që kur është lidhur kolonjë 24 orë drita, na kanë heq me linjën e kolonjës se ashtu intereson atyre, ne duke paguar 4 milione gjysmë që të tjerët nuk paguajnë fare as drita të muaj, na kanë hequr, na kanë lidhur me një fshat që për fat keq nga neve nuk ka drita, me fjalë. Thjesht kjo është problemi se çdo njeri që ndihet në këtë vështirësi, patjetër sipas hapave të tyre duhet shkojë atje dhe duhet thojë, unë dua drita, atëre do më ndihmoni siç bëjnë të tjerë që i japin lekë për t'i lidhur me linjën më të mirë. Atëre kur unë kam paguar kolonjën për qindjet, si për ujin, si për dritat, gjendem në një xhungël. Jemi në xhungël. Pak më përpara thatë që shuma është tepër e lartë. Ju mendoni se ka abuzime nga faturisët e energjisë elektrike? Edhe ku i bazoni këto? Rreth kohës që ishte allora te lo spiego anche a te, comunque posso rispondere prima. Rreth kohës që në Shqipëri ishte krizë, me i fjalë, para një muaji duke qenë, kishim 4 orë drita në ditë. Dhe kemi paguar 400.000 lekë me 4 orë drita. Po ta bëjmë llogari për në muaj do vej 1 milion, që nuk është se ne kemi një fabrikë dhe po punojmë edhe domosdoshmë që i harxhon ato faturë me fjalë, po është thjesht një lokal. Dhe 2-3 frigoriferë në 400.000 lekë me 4 orë drita i bie që në muaj, siç na kanë ardhur faturat kur kishte më shumë drita, na kanë ardhur 1.700.000 e tjera. Duke thënë që këto janë të muajve të parë, duke nxjerrë dhe këtë. Atëherë kam thënë, hajdeni dhe kontrolloni sahatin. Thonë, me qenë se faturat përputhen me sahatin, me numrin e sahatit, sahati për ne është në rregull, nuk vim ta luajmë. Duke me fjalë është e pabesueshme që të paguash 400.000 lekë drita me 4 orë drita. Në kohën kur lokalin tuaj lat me qerat tek një biznesmen tjetër vendali, domethënë nga zona juaj. Sa shkonte fatura e energjisë elektrike që ai paguante? Fatura ishte po e njëjtë dhe shkaku që ai e la lokalin, me fjalë nuk ja dilte dot me dritat, ujin, po tani do të paguante diçka për ta lidhur, dihet. Kështu që nuk ja del dot asaj dhe vires edhe në prishin e kontratës e ka shkruar shkaku është dritat, kjo me fjalë gjëra këtu. Më falni, dhe të shtojë diçka. Per contratto c'è scritto Sando, ato ne i morëm vesh ato kontratat. che bisogna Dhe sot avere diçka diritto a tjetër. 24 ore. Diskutojmë në atë. Zëra Marcela kisha këto. Ju jeni në jurisdiksionin, aktiviteti juaj është në jurisdiksionin komunës Kolonjë apo
Komunës Kolonjë, të gjitha taksat, të gjithë përfshirjet janë Jo, paguar në komunën e jo më Kolonjës. kotu bëra pyetje sepse edhe jo pa qëllime trajtuam bashkërisht si staf këtë në të emision që ku ftuar ju si biznesmen. Sepse me sa dim në kontaktet tona, shumë biznese i kanë këto probleme. I kanë patur dhe i kanë. Ne urojmë mos jenë për masa të mëdha. Edhe jo më kotu bëra pyetje në fillim se si është pritur Santo Malaspina. Ky është edhe dhëndri i Kolonjës. Pavarësisht është një huaj, ka ardhur ka një biznes. Nga njerëzit dhe nga familja jam në rregull me Më fal, do të shikoj pyetje do të konkrete. Juve mos shifeni ose Santo më saktë, mos shifet si një italian që ka shumë para edhe ai ta zhvasin nga njerëz të komunës dhe këtu unë do të lutesh atë ishit më konkret. Kush janë këta persona? Dhe në fundit do t'i lutesh regjist nëse mundet, edhe qofse ka ne s'kemi planifikuar telefonata për shkak të kohës kufizuar sot, por nëse mundet një telefonat me kryetarin e komunës Kolonjës. Ai mban përgjegjësi direkt për gjitha këto anomali që ndodhin atje. U zgjata pak, më nën pyetjen me soi. Voglio legarmi con Si shifet ky? Shifet si njëri i pasur dhe ata zhvasin gjithë. Tiene tutte le responsabilità per questa cosa, per questi problemi. Ma il sindaco di Cologna, poverino, è venuto con me a giornata intera avanti e indietro per risolvere questo problema. Kryetar i komunës Kolonjë thotë, është munduar të më ndihmojë nga të gjitha mënyrat. Por problemet nuk vijnë vetëm me fjalë nga komuna e Kolonjës. Nuk është ky, janë gjendje, janë situatat që ndodhen në Shqipëri, jo vetëm ne, por çdo biznesmen besoj se ka, jo besoj, por që jam në dijeni që i ka të gjitha këto problemet. Këtu në Shqipëri, ky është problemi që nëse një biznesmen italian ose nga çfarëdo lloj shteti mund të jetë, vjet e investon këtu nuk rrim shumë se një vit, maksimumi një vit, po flasim. Shumë Si. Më fal, ka tendenca për ta larguar këtë italian, që është bashkëshorti juaj, për ta larguar pas të investimit të madh, do të thosh është $1 milion e ca dollar, apo tendenca është vetëm vjedhja dhe xhvatje nëpërmjet fakturave dhe nëpërmjet sorrollative. Ky është ideja. Cioè, vogliono mandarti via te come persona oppure il problema è la burocrazia lì qua? Ma possono essere tutte e due le cose, però secondo me che questo Stato non funziona per niente, perché non possono condividere due realtà diverse, democrazia con comunismo. O si sceglie una cosa o si sceglie l'altra. Mund të jenë të dyja, thot, por unë mendoj se është shteti që nuk funksionon. Është i lidhur komunizmi me demokraci. Nuk mund të rrinë dy gjëra bashkë. I politici non possono fare più di tanto, perché in Albania non contano niente. Per me zero. Politika këtu në Shqipëri nuk ka vlerë, nuk zgjidhet asgjë, thotë. Perché tutta la macchina dello Stato è in mano ancora ai comunisti che in tutto il mondo hanno fallimentato, Aktualisht, hanno creato solamente danni e fatto soffrire i popoli. E quello albanese è quello che sta soffrendo ancora tutt'oggi. Questa è la realtà. aktualisht. Aktualisht, se mund të çfarë? Se mund të dëgjuesi. Mund ta vërtesh. Me fjalë futëm në çiksi Në politik. Në politik, prandaj edhe nuk jam shumë në gjendje. Megjithatë, thotë që ky shtet po drejtohet nga komunistë që në kuptimin që janë njerëz që ndodhen në vende të caktuara që janë akoma. Në zhvillë strukturët e tyre. Komunizmin e shpormën në 91-92-shën. Problemi është se është shteti demokratikë, por drejton akoma me... Aktualisht, po unë do të thoja, keni 4 vjet që mos të keni bërë një investim prej 4 vjetësh dhe një investim goxha të madh. Dhe dua të di, me gjithë këto probleme që keni patur, pasi ne kemi pasur pak parasysh, do të thënë edhe gjatë viteve të mëparshme. Çfarë keni vendosur të bëni me biznesin tuaj? Con 4 anni che avete messo in piedi una costruzione, dice cosa avete
Cosa pensate adesso di fare con il vostro investimento? Ma dopo quello che è successo 2 giorni fa, se prima c'avevo mezza intenzione di trasferirmi in Malaspina, non andrò più via. Pas asaj që më ndodhi 2 ditë më përpara, thotë nëse kisha një gjë sëmundje për të transferuar, tani nuk mendoj se do ta bëj. Në kuptimin që do rri aty ku jam. Duhet dy të kujtojmë teleshikuesve që 2 ditë më parë, nuk e di nëse e përmendëm, Pikërisht do t'i lutesha regjis pasi janë të filmuara planet nga incidenti, nga ngjarja e djeshme, ku brenda, pra në oborin ku ndodhet vila dhe lokali i Zotit Malaspina, i është djegur makina e tij tip Land Rover që i ka kushtuar 37.000 euro. Shumë agent, shumë sulme kini, makina shkatruar, kontrata, ujë, drita. probleme me lejet e qëndrimit. Molte cose avete avuto, dice. Lasciamo stare il passato a presente. Marcella Caia dal suo paese non andrà più. Che sia chiaro. Mio caro ambasciatore, mio caro primo ministro di oggi e di domani. Që shkojnë jashtë shtetit. Atëre Kam probleme, ikin, mundohen që të bëjnë diçka. Atëre thot, Marcella Caia nuk do të shkojë më jashtë shtetit. Duhet të qëndrojë në vendin e saj. Regjia po jep planet nga ngjarja e djeshme ku automjeti Land Rover Po, përfunduam pa. i dha pamet, po. Atëre juve keni vendosur të rrini këtu në Shqipëri apo që të përballeni me burokracinë, të triumfoni mbi burokracinë shqiptare të institucioneve, apo do të largoni së bashku me bashkëshortin në Itali të vazhdoni biznesin andaj? Volete Vendosur të continuare bëjnë a stare sfidë. qua, dice, a combattere con burocrazia oppure volete andare via da questo paese? Prima mia moglie mi diceva un paio di giorni fa, Santo andiamo via, Marcella Caia non andrà più via dall'Albania. Questo è un impegno che mi prendo qui davanti al popolo albanese. Mia moglie dovrà morire qui nella sua terra. Che sia chiaro, mio ambasciatore, che sia chiaro, primo ministro di oggi o di domani. Po. Gruaja ime më thoshte një javë më përpara që të iknim që këtu, thot, po mendoj se ne do rrim këtu, thot, gruaja ime do rri në Shqipëri. Jo, po, Marcela, është interesante. Ti je një e vendit aty shqiptare, thot, ikim. Italiani thot, jo, do rrim këtu, është diçka shumë kështu për të habitur. Rispondo io. Ho capito. Infatti, no, stai Scusa, fateci bene. Certo. È inutile, caro primo ministro Berlusconi e primo ministro Scipitano Sali Beriscia, che fate venire qui i business italiani. Tanto, dopo 6 mesi devono tornare indietro, fallimentati, questo che sia chiaro. Mund të përkthesh Non se era ne la kuptojmë domanda, la për risposta della domanda che ha fatto... No, non era quella. Comunque dice, come mai tu che sei albanese vuoi andare via invece tuo marito che è italiano vuole stare qua? Perché secondo me in Albania, se ci saranno le grandi riforme come io me lo auguro per il popolo albanese e anche per il bene dell'Europa. Besoj se këtu në Shqipëri do ketë reforma të cilat do jenë thot në gjendje të ndryshojnë situatën. Ci sarà un grande sviluppo Do të jetë një zhvillim i madh për Shqipërinë. nel turismo, nell'agricoltura e nel terziario. Në turizëm, Atëherë, agrikulturë. unë do kaloj në një pyetje tjetër. Zoti Malaspina, mos vallë juve nuk planoni që të riktheni përsëri në Itali për arsye se mund të keni probleme me pagesat detyrimet që ka një shtetas italian me shtetin e tij, me tatimet? Mos është kjo një fakt apo është thjesht? Giusto.
Non è che voi non volete andare in Italia, dice perché avete delle obbligazioni da pagare, sai, tasse, queste cose in Italia che sono... Ma io dopo 6 mesi che mi ho trasferito qui in Albania ho pagato gli ultimi 25-27 mila euro, non mi ricordo, per chiudere i miei conti con una mia società che era Euro con lo Stato italiano. Për këtë jam dhe unë me fjalë se në kohët e fundit që erdhëm këtu kam lëvizur me Santon për të paguar taksat e fundit që kishte për të shlyer. Megjithse asnjëri me fjalë në Itali nuk është në borxh me shtetin ose me taksa. Ai pagoi të gjitha para se të vinte këtu dhe është komplet është shumë i pastër nga ana e detyrimeve. Po, edhe unë... Atëherë nuk kisha një pyetje, si ka mundësi që gjatë gjithë këtyre problemeve që keni patur, një i huaj, domethënë një shtetas italian në Shqipëri nuk ka patur mbështetjen maksimale të shtetit shqiptar. Si ka mundësi që nuk ka patur mbështetje nga konsullata juaj ose nga ambasadori juaj këtu në Shqipëri? Come posso dice che con tutti questi problemi che avete avuto non avete avuto appoggio dall'ambasciata o il console italiano? Non c'è più sordo che una persona quando non vuole capire. Kjo është një fjalë e urtë, një fjalë që thuhet nuk ka shurdh më të keq se sa një person që nuk do të dëgjojë, thotë, në kuptimin që edhe Kjo ka të bëjë domethënë ose kjo vete për konsullatën italiane apo për shtetin shqiptar? Il console italiano è riferito a questa Per cosa? tutte e due. Për të dy, thotë, në kuptimin që nuk janë bërë mos kokçaras në Il mio problema è anche quello del popolo albanese. I business sono ricattati ogni giorno, quotidianamente. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me mua, thotë, por me të gjithë biznesmenët në Shqipëri. Janë të sulmuar nga këto gjëra. Më falni, ju jeni bërë personazh i ditës në të gjithë këtyre periudhave të fundit nëpërmjet mediave, ato greva urisë edhe problemet të tjera që keni trajtuar, jeni drejtuar Berlusconit, jeni drejtuar Sali Berishës, kryeministit shqiptar, edhe shumë institucione të tjera, ministri i drejtësisë. Lutem, a keni marrë ndonjë përgjigje, qoftë edhe nga një nga këto institucione, për këto shqetësimet tuaja? Voi siete diventati un personaggio, dice, in questi ultimi tempi avete preso qualche risposta in tutti questi vostri problemi per da qualcuno qualche soluzione dei tuoi problemi, dice? Io credo che voi altri giornalisti i problemi albanesi sapete meglio di me. Qui i problemi non si vogliono risolvere, mai. Si vogliono solo trascinare all'infinità. Këtu problemet nuk zgjidhen asnjëherë, thot, por mbesin me fjalë të mbuluara, të humbura, me fjalë lihen në heshtje problemet. Mundojnë t'i lënë në heshtje. Juve lidhur me pyetjen që thatë kolegu im pak më parë. A keni patur kontakt vetë në mos me kryeministin shqiptar zotin Sali Berisha, me këshilltar apo me segretar të ti keni zhvilluar, i keni shtuar problemet tuaja? Avete avuto qualche incontro, dice, non con Sali Berisha, però con qualcun altro? Sì, non perché loro mi hanno risposto, perché sono andato io da loro, dopo avergli scritto. Jo, sepse ata më janë përgjigjur mua nga letra që kam shkruar, thotë, për shkova unë atje për t'i takuar. Consigliere economico Salem Gjepa. Këshilltari ekonomik Ministru. Këshilltari ekonomik i kryeministrit. Sa tutto. Çfarë u thaj? Cosa vi ha detto lui? Ha detto che cerca di risolvere i problemi. Ancora tutt'oggi nessun problema è stato risolto. Sa kohë ka kjo që keni shkuar keni Quanto takuar? tempo è questo che sei andato? Una settimana. Gati një javë. Shpejt për të kthyer një përgjigje nga pushtetarët tanë. Assistente Elvis Sopi, Assistenti. del direttore Kesh Albania. Direttore Keshit. Salam Gjepa mi ha detto che è terribile. Quando ha visto le fatture, si è sentito la storia dell'acqua, ha detto la sua parola, le cose che ha detto, è una cosa terribile.
kur pa fatura thotë dhe problemin e ujit sa që është një gjë e tmerrshme, nuk e besoj që këto gjëra mund ndodhin në Shqipëri. Direttore, Nga ishte kjo? direttore Kesh, Shqiptar. Është drejtor Të lutem, a dha zgjidhje kjo këshilltare që keni takuar juve? A dha ndonjë zgjidhje të problemit? Përveç opinionit që... Përveç këtij opinioni që... sì, mi ha detto di andare Sa këshilltare nuk është për dhënë opinione atij, për dhënë një al zgjidhje. direttore di Berati, Kesh Liberati, di cui dipende anche Bologna, Më ka orientuar për të shkuar tek drejtori i Keshit të Beratit. ha detto che cercava di risolvere il problema. Qui non è che cercare di risolvere il problema, bisogna risolverlo. Tha që mund t'ju ndihmoj për të zgjidhur këtë problem. Il prefetto di Fiemme è al corrente di questo, mi ha mandato nel prefetto di Luscia. Prefekti Firit është në dini të këtij problemit, më dërgoi tek prefekti Lushnjës. Il Todi, il sindaco di Bubulino, non lo ascolta nemmeno al prefetto di Luscia, perché il prefetto dice che non c'ha poteri verso Todi. Come? Un organo dello Stato superiore non lo ascolta un organo dello Stato superiore. Prefekti È Fietë pazzesco. e çonte prefekti Lushis, ai Lushis sot shkon në Fiet. Në telefon kryetarin e komunës dhe thotë që nuk mund të bëj gjë sepse ai nuk varet nga Ma che prefetto è? Lì per fare il pupo? Scusatemi. Megjithatë, besoj se nuk janë vetëm këto probleme. Po, Nuk e di, nuk probleme. keni probleme edhe me lejen e qendrimit në mos gaboj. Per il permesso di soggiorno. Dov'è? Po 3 vjet më parë, domethënë, me kam patur. Për 4 vjet që banon këtu në Shqipëri, sipas bisedës që patëm para se të vinim në studio, zoti Malaspina 3 vjet më parë ka qenë me leje e qendrimit të rregullt, ndërkohë që për këtë vit leja është firmosur nga ish shefi i komisariatit të Lushnjës Sajed Zyberi, por çuditërisht nuk po jepet nga të tjerë drejtues të komisariatit të policisë së Lushnjës. Tani se si që në problemi se çfarë fshihet mbas këtyre sonovateve, le të flasë vetë zoti. Mund të shajmë ndërkohë që atëre ai ka pas lejen e Shaportën lutem. ka pasur lejen e qëndrimit gati 2 vjet në fillim, pasi i skadoi në kohën që kishin problemet me lejen e ndërtimit për shkak të këtyre problemeve ai bëri 4 muaj burg dhe ndërkohë që ai ishte në burg skadoi leja e qëndrimit. Meqense duhet vetë personi për të vajtur dhe të rinovoj lejen e qëndrimit, sa po doli nga burgu, shkojmë atje për ta rinovuar dhe problemi ishte që ishte me vonesë 20 ditë diçka e tillë dhe nuk ja rinovuan. Më pas Pra pengesa është vetëm kjo, do të thotë se ishte 20 ditë me vonesë dhe nuk pranohesh. Atëre më vonë shefi i policisë tha që do ta bëjmë, pagoi edhe për rinovimin 60.000 lekë të vjetra. Më pas, pasi u ndrua shefi, erdhi një tjetër dhe vjen edhe kërkon prap dokumentat nga e para, duke thënë që ato që kishte nuk aprovojnë sepse ishin 20 ditë me vonesë. Dokumentat ishin të gjitha, duke ai kishte me fjalë 2 vjet që jetonte këtu, duhesh diçka e tillë si nga policia e Italisë për 6 muajt e fundit. Kur ai ndërkohë ishte këtu, rezidencën e ka këtu, me fjalë ka zhvendosur rezidencën e ka në Lushnjë. Është pothuajse nga të gjitha varet nga Shqipëria, sepse nuk mund t'i japi policia për 6 muajt e fundit diçka që ai hyrjen e fundit e ka bërë para 2 vjetësh. Po çfarë preteksti ju nxorr përveç kësaj vonesës, domethënë, çfarë si mund të nxirreshin të dokumenta? Në fillim thanë që do ta përjashtojmë, do ta çojmë në Itali. Bashkëshorti im akoma nuk e di, po unë po e them këtu. Na thanë që do t'i japim ekspulsion, i thash atëre po si ka mundësi kur një vjen miliarda lekë investim që mund të jenë edhe lekët e tij që ka punuar të vetmat lekët e tij që ka punuar këtu në Shqipëri investon, si mund ta dërgosh ti tjetrin Dhe përse do ta nxjerrin jashtë Shqipërisë? Ta kur ai ka një fëmijë e tjera, me fjalë në të gjitha kuptimet është shtetas edhe pse është italian, por
i plotëson gjitha kushtet që të rrinë në Shqipëri. Atëherë tha që do ja bëjmë, më vonë u ndrua shefi, erdhi një tjetër, vjen do dokumenta tjera që nuk mund t'i gjesh në Itali. Në thënë aktualisht e ka këtu e të gjitha. është pa leje Pa leje qëndrimi. qëndrimi, më vonë thanë do ta bëj nga fillimi lejen e qëndrimit, duhen 220.000 lekë të tjera. Kjo shumë që ka paguar nuk jepet mbrapsht, do mbahet në dosje. Janë gjëra që për atë ai nuk i pranon. Pse? Se do të jeti drejt, do drejtësinë, nuk ka pse. Keni bindjen ju, zë Marcela, që jeni brenda në afateve ligjore, të jemi korrekt. Edhe me ata që dëgjojnë, po edhe këta punonjës të policisë. A jeni të bindur që jeni në rregull me ligjin, me të gjitha hapësirat që kërkohen? A keni këtë bindje? Se pastaj mendoj që ky është problem shumë i zgjidhshëm. Unë mendoj se leja e qëndrimit ishte aprovuar me fjalë në atë kohë që ishte shefi i vjetër, shefi që ishte në fuqi, por duke ikur ai vjen tjetri dhe E qartë, zvarritje pas zvarritje. fillon nga e para kërcënime, do ta përzëm e tjera, duhet bëj e zëm 1 milion lekë harxhime të shkojnë në Itali të marrit 2-3 copa letre që nuk kanë vlerë sepse ai 6 muajt e fundit ka qenë në Shqipëri, kështu që nuk ka pse të marri nga policia italiane diçka një 24 anni che in Albania. rezidencën e ka këtu që nuk i duhet me fjalë rezidenca ka 4 vjet që nuk rrin me atje, atëre dokumentat janë në dosje. Nëse duhen dokumenta të tjera, do thotë që është gjithçka e kot sepse ai është këtu. Ka hedh gjithçka këtu, çdo gjë që ka me fjalë nuk e di se si mund të. Nuk e lidh asgjë me Italinë në bashkëpunën e tuaj? Po, mendoj se për tani është më mirë këtu ndihet në familjen e tij, ndihet këtu, nuk është se do shkoj aty dhe do gjej familjen e tij, sepse ai ka krijuar një familje këtu, kur ka ikur që aty ka ikur për arsye familjare, jo për arsye shtetërore, për arsye familjare, kështu që ai ndodhet në familjen e tij, nuk ka. Dhe të bëj një pyetje të tillë. Burri juaj si biznesmen, a ka shtrirë lidhjet e tia me biznesmen të tjerë, qoftë lushnjar apo fjerak, ku di unë? Me si janë këto raporte? Dice se hai collaborato con altri businessmeni vestito con Albania no. Sì, no. Nuk keni njohje lidhje? Nuk. Diçka e ka bërë me forcat e tija, biles kur ka ndërtuar atë lokalin me Jo, e kisha këtu pyetjen. Ka vajzë ka punuar vetë. E kisha pyetjen Marrëdhënie, tek marrëdhënie. E kisha në këtë kuptim, që ka marrëdhënie bizetime si biznesmen aty. Atë në mbështetje të pyetës kolegut tim. Po me biznesmen të tjerë italian, a ka lidhje dhe a janë treguar të gatshëm të huaj, biznesmen të huaj të tjerë që të investojnë në Shqipëri, dhe cila ka qenë përgjigjja e tij? Con altri investitori dice hai collegazione o come pensano loro per investire qua in Albania? Ma io ho collegamenti con mio fratello che vorrebbe venire in Albania. Io gli dico, sprit, come te vuoi, aspetta. Dua të theksoj se vllajti ka një shoqëri të madhe në ndërtimin në Itali, meqense edhe ai e ka në gjak me fjalë, ka pasion ndërtimin, e ka bërë atë gjë të bukur për vete me fjalë. Një mundësi mund të ishte që ai mund vinte të investonte këtu, por me ato që ka kaluar ai thot normalisht thot mos hajde se nuk. Con i shqiptari che hanno punato con me in Italia e adesso punato con mio fratello che vogliono tornare in Albania. Me shqiptarët që kanë punuar me mua në Itali, thotë që kanë dhënë punë në Itali dhe tani janë bërë dikush. Duan të investojnë këtu, prap nuk vinë se Che non sono di questa zona, sono nord Albania, villaggi. Nord, dhe janë nga Veriu i Shqipërisë. Che hanno lavorato e lavorano ancora con mio fratello e prima con me e con mio fratello in Italia, da lontano 95, che oggi fanno gli imprenditori in Italia. Që sot
kanë një biznes të tyre në Itali. Dhe nuk vinë. Megjithatë apo Irma, e diskutojmë së bashku pa futëm në debat Santon, unë mendoj që ekziston një frymë në Shqipëri që kanë ardhur një frymë pozitive në ambientin shqiptar ku kanë ardhur lloj biznesmenë në komsi të ndryshme apo jo? Ke italian, ke grek, Më përgjigj. italian, Egyptian, këtu në firë që po biznesin e Atëre, viktimeve. në qoftë se unë nuk dua të akuzoj asnjëri, po thjesht duke parë problemet që unë ja marr personalisht me biznesin, them që dy mënyra ka, o një njeri do gjej mundësinë për të zgjidhur problemet, ose në të tjerë do t'i përshtatet këtyre pengesave, këtyre gjërave. Me fjalë, do t'i përshtatet. Domethënë ti më shohin vetë fakti ka burokracira, ka sorollati në për institucione. Janë dy rrugë, një biznesmen o do gjej zgjidhje, do bëj përpjekje për të zgjidhur këtë gjë, ose do t'i përshtatet. Meqense ai është mësuar gjithmonë me drejtësi, me gjëra të strikte, nuk e bën atë rrugë. Bën tjetrën që i dëshme e vështirë për të. Nëse kjo periudhë kohë ose kjo periudhë me probleme të shumta do të zgjasë edhe më tepër dhe do të vijë që ju një ditë mund të falimentoni ose mund të dilni të humbur nga ky biznes, çfarë do të bëni? Nëse keni këngulur të qëndroni në Shqipëri. Duke marrë rastin tuaj duhet të shpreh, duhet thënë për gjithë ata investitorë të huaj në Shqipëri, nëse nuk i gjejnë përkrahjen e shtetit dhe shkojnë deri falimentimit. Ju konkretisht me thënë çfarë keni menduar? Nëse kjo periudhë të zgjasë shumë. Questo periodo, se questi problemi continuano, cosa pensate di fare? Perché poi porta a perdere tutto quanto, tutto il pavimentazione. Vedi, mia carissima, che mi ha fatto questa bellissima domanda, nella vita per ottenere l'uguaglianza, la libertà, la vera democrazia, il vero business, bisogna combattere con quelle forze che si oppongono al destino civile del progresso di un popolo. Në jetë për të arritur lirin, biznesin e gjitha, në jetë duhet luftuar, që të arrish diçka. Io chiedo, Lufta shkon edhe drejt humbjes. io farò la mia parte, però lo Stato albanese, quello italiano e quello europeo devono fare la sua. Ognuno il suo compito. Io faccio il costruttore edile, i politici che fanno i politici, l'Europa che aiuta l'Albania, se no questo Stato non c'ha futuro. È inutile che parlano di integrazione europea, ma integrazione a terzo mondo, non Mund të all'Europa. përkthesh ti gjatë tezës. I çka më është gjumën. Çdo person duhet të bëj punën e tij. Nëse ne futemi me fjalë Shqipëri, pushteti bën punën e tij, Evropa bën punën e saj, ndihmën e të gjitha, do ndryshoj, do. Qartë. Të bëj një pyetje apo s'kemi kohë? Jo, mund të bëjmë edhe pyetjet e fundit. Do të vazhdoj thotë disa minuta kemi në dispozicion për shkak të vonesës. Zona Marcela, ju jeni një femër biznesmene quheni aktualisht, për disa keni bërë një investim aty. Realisht, edhe qëllimi i emisionit që na ftuan është duke marrë shkak nga shembulli juaj për të ngritur një shqetësim të madh ka biznesin në përgjithësi. Flasim për biznesin fjerakë dhe lëshnjak që jemi brenda një qarku. Por interesat e një biznesi mbrohen duke u grupuar diku. A keni bërë ju tratativa, apo keni dëshirë, apo keni trokitër, si ta ndërtojmë thjesht pyetjen, për të antarësuar në këto dhomat e tregtisë, të biznesit, se ka shumë me sa di unë. Ku ato bëjnë trystinë në trokasën e tjetër. Tregtisë në Lushnjë apo Jo, a keni bërë një diçka kështu, keni aktivitete të tillë, apo e shikoni si mundësi në të ardhmen? Se kështu vetëm të aderuar në këto shoqata. Të aderuar. Ose për të bërë një grup biznesmenësh të cilët të ngrihen kundër këtyre problemeve, për zgjidhjen e problemeve. Dice, avete cercato di fare qualche unirsi businessmeni, che ne so, per fare qualche cosa? Ma io con italiano albanese lo voglio portare qui in Albania,
Però io dico, aspetta, No, dice Poi albanesi- per essere cioè tu un altro che Albanesi. hai investito qua combattere per i diritti di ma qui in Albania io conosco tanti italiani, però non sono chi sono, di dove vengono, cosa hanno fatto, cosa fanno qui. Io non mi voglio mettere con della gente che non conosco. si state më fjalë që ne kemi ndonjë gjithmonë të veçuar nga të tjerët. Gjithmonë çdo gjë kemi bërë vetë me forcat tona, nuk njihemi, ka shumë investitorë të tjerë me fjalë për që. Marcela, kisha pyetje këtu. Ci saranno anche investitori seri, però bisogna andare Jo të gjithë duan Naturali. ta bëjnë publike ose nuk. I shkon ashtu siç është. Sepse juve jeni pikë referimi për zotin Santo dhe Shtoshja. Jeni e vendit në këtë kuptim e kisha, sepse edhe vetëm 20 Duke është 20. adheruar me biznesmenët e tjerë në dhomat e tregtisë, siç ka Lushnjë apo Fje apo qytete e tjera, e keni ngritur shqetësimin tek, domethënë duke bërë dhe shqetësimin prezent tek këto dhomat e tregtisë, ndofta dohet edhe forca e tyre domethënë që të ndikojë. Jo, nuk. Cosa dici? No, Invece? cioè, una stanza di si thot, mund ta shpjegoni pak më qartë? Dhomat e tregtisë janë në grupime biznesesh, biznes të mëdha ose biznes të mesme, grupime biznesesh të cilat luftojnë për një qëllim të caktuar në mbrojtje të bizneseve mbrojtje të gjithmonë. biznes. Dhe zëri i bizneseve tek shteti. Kjo është Grupimi, po pra është grupimi i bizneseve të Kjo cilët është ndodhë gjithmonë me fjalë është në funksion. është në mbrojtje të bizneseve, dhe ka kudo domethënë, ka Kompania. dhomë tregtie në degën e Fierit të Lushnjës. Unë besoj se deri tani, edhe nëse kjo është në funksion, kjo diçka. Ne nuk kemi fjalë patur shumë e mirë. informacionin. Nuk e kam pas informacion, però di që di që problemet janë po të njëjta. Po mendoni se nuk kanë zgjidhje, gjithsesi problemet janë të Problemet janë njëjta. po të njëjta. Unë jam në dieni të shumë bizneseve të tjerë që mungon uji, me fjalë drita, është shumë kanë falimentuar, siç falimentuam edhe ne. Se Po, ka ujë nga dritat në kohën që po unë doja të them cili është apeli juaj për shtetin shqiptar ose për të gjithë bizneset në të zgjidhjen e problemeve. Kryesisht shteti, sepse ati i drejtoni. Qual è il vostro appello, dice, per riferirsi allo Stato? Che volete la prima cosa, vendore. Po flas shtetit ata duhet të presuppozohen. la prima cosa che deve fare chi governa questa nazione è sistemare la questione della luce, dell'acqua e che non mi fanno più persone a tutti i livelli. La seconda cosa che chiedo, fanno più pressione. Si. Gjë e parë që duhet bërë institucionet shqiptare është të rregullojnë ujin dhe dritat, gjë më të rëndësishme për një biznes. Dhe mos bëjnë presione të vazhdueshme. Po, individ të caktuar që punojnë në këto Po, për institucione mos të bëjnë presione. Seconda cosa che chiedo, se voglio che ancora io investo in Albania, specialmente a Colonia, che fanno le riforme come si deve. È arrivato il momento per l'Albania, o riforme o se no si va indietro, non avanti, indietro. Gjë e dytë që kërkoj thotë është që të bëjnë reforma për të prur investitorët këtu, se nëse nuk rregullohet investimet duhet të jenë edhe më të mëdha, thotë, për shembull mund të vinë njerëz të tjerë, mund t'i sjell lidhje të janë, thotë, kështu që Riforme per investitori e riforme per il popolo e per lo Stato albanese, a tutti i livelli. riforma për Për biznesin, bizneset. Enti locali, sanità, ceveria, ordine pubblico, guardia di finanza, dogana, a tutti i livelli. Në të gjitha nivelet Tutti të ishte. gli ex comunisti che ancora tengono la macchina in pugno, salda, alla sedia, così, e vanno avanti e indietro sulle rughe nazionali con le macchine e vi fanno polvere, devono andare a casa. Dillo. Të gjithë komunistët thotë që
janë që kanë makinën e drejtimit dhe që kalojnë përpara makinës dhe të bëjnë dhe tym, thot, duhet të shkojnë në shtëpi. Unë doja të bëja edhe një pyetje të fundit. Nëse do të ktheheshit pas në kohë. Nëse do të ktheheshit pas. È largo ai giovani albanesi, che sono il futuro albano, non più ai vecchi comunisti, ladri e corrotti. Të shpresojmë që të kemë vesh. Dhe duhet t'i lënë të rinj që të hynë në jo komunistët. Po. Se non ottengo risposte concrete, mio caro ambasciatore, mia cara Ceveria, mia cara Europa, tutti i giovani albanesi ve li porto a Tirana. Che sia chiaro. Questo è l'ultimo appello che farò, perché io sono venuto in Albania per lavorare onestamente, non per rubare comunisti come voi per 65 anni. Kam ardhur në Shqipëri thot për të investuar onestamente, dëshmërisht thot, nuk jam munduar me fjalë, nuk mire me kam investuar në dëshmërisht dhe duhet vazhdoj të. E quelli che hanno avuto a che fare col vecchio regime comunista non devono più mettere piede nelle istituzioni pubbliche. Grande riforma come l'ha fatta Bettino Craxi in Italia. Tutti gli ex fascisti a casa, a calci in culo. Atë le të bëj një pyetje të fundit, nëse do të ktheheshit përsëri prapë në kohë, do të ktheheshit në kohë. Se avessi la possibilità di tornare. Duke hequr mënjan popullin shqiptar, duke mbajtur vetëm qeverinë ose shtetin shqiptar, a do të kishit ndërmend të investonit në Shqipëri duke njohur këto probleme të shumta që keni hasur? Avendo presente lo Stato, dice, lasciando da parte gli cittadini, Sì. Avreste investito ancora qua in Albania? Se non c'è mia moglie? Ma per l'amore del cielo me ne stavo in Italia. Vabbè, po të mos ishte gra ime, thotë jo. Perché non conosciamo un po' il popolo, lo Stato albanese, perché in Italia ho dato lavoro e do lavoro tramite mio fratello, prima io. Sono stato uno dei primi italiani che ha aperto la porta agli extracomunitari. Kam qenë një ndër italianët e parë që kam hapur portën të huajve, thotë, për të dhënë punë. Gli albanesi sono arrivati sì con la valigia di cartone, però oggi sono imprenditori, hanno fatto fatica per 15 anni, però oggi sono imprenditori. Piccoli, ma sono imprenditori. Seri. Non tutti gli albanesi sono nati in Italia, sono dei mascalzoni, c'è qualcuno serio. Normalisht, jo. Perfekt, më ka përfesh. Okej, në po, pra gjithsesi do të thënë mendoj se duhet ta mbyllim, sepse dhe kemi ngrënë shumë kohë nga edicionet e televizionit Apollon. Kjo ishte fasada, të paktën duhet të themi që për të ardhur keq kjo që Shqipëria, investitorë të huaj të cilët mundohen të investojnë në Shqipëri, të krijojnë një biznes në përkraje të familjarëve të tyre, ose qoftë edhe për një investim në mbështetje të vetë personalitetit të tyre. Të mos harrojmë, Irma, që të tilla fenomene has edhe biznesi. Edhe biznesi vendas, por duke u trëmbetuar tërkohës, domethënë gjatë gjithë kohës, trëmbetohet me të madhe që përthithja e investitorëve të huaj në Shqipëri, sepse këta investitorë pikërisht janë ata që do të ngrënë nivelin e jetesës në vendin tonë dhe do të zhvillojnë turizmin. Dhe ndërkohë nuk kemi mbështetjen ose monedën tjetër, domethënë anën tjetër, nuk kemi mbështetje nga shteti shqiptar, kemi vetëm burokracira nga gjitha anët edhe asnjë ndihmë për këta investitorë të huaj. Dhe është vërtet për të ardhur keq kjo gjë. Ndërkohë ne mund të them që kishim të ftuar në emisionin e sotëm një përfaqësues nga policia, nga drejtoria e policisë së Qarkut Fier, dhe për fat të keq si duket ka pasur ndonjë punë ose do ketë ndonjë aksion i policisë. Do të marr pushim së bashku me edhe nuk kanë ardhur. Gjithsesi, Irma, unë them ta mbyllem për shkak të efektit kohë, se është edicioni i lajmeve. Urojmë që çifti i ftuar në studio si Marcela dhe Sandu t'i zgjidhin sa më shpejt këto probleme. Fjala jonë të ketë shkuar sa do pak në veshin e pushtetarëve lokal, sidomos pushtetarëve lokal, dhe urojmë që jo vetëm
biznesmen italian, Sandro Malaspina, mos ketë këto probleme, por gjithë biznesmenët lusjar, fjerake kudo qofshin. Të kenë mbështetje nga shteti. Faleminderit. Falenderoj për këtë që po bëni për gjithë, jo vetëm shtetet e huaj, po edhe ato shqiptarë. Është me gjithmonë një zgjidhje e mirë, një diçka e tjetër. Mirë, edhe një herë faleminderit që erdhët. Të nderuar teleshikues, do të rishihemi përsëri bashkë të premten e ardhshme. Natën e mirë. Faleminderit.